Horoskopi ditor e shtunë 18 tetor 2025. Dashi, mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të marrë kontrollin. Energjia e hënës është në favorin tuaj, duke ju dhënë një dozë shtesë besimi dhe vendosmërie. Megjithatë, mos harroni se durimi është thelbësor. Përdoreni këtë nxitje kozmike për të arritur qëllimet tuaja. Por keni kujdes që të mos bëheni shumë agresiv ose të vendosur, gjë që mund t'i largojë të tjerët. Në marrëdhënie, përpiquni për harmoni duke dëgjuar më shumë se sa të flisni. Profesionalisht, lindin mundësi të reja që mund të kërkojnë një vendim të shpejtë. Peshoni me kujdes mundësitë tuaja. Financiarisht, është një ditë e mirë për të marrë në konsiderat investimet e ardhshme. Por shmangni marrjen e vendimeve të nxituara. Besojini instinkteve tuaja duke qëndruar të vëmendshëm ndaj detajeve. Kreativiteti është i theksuar sot. Prandaj eksploroni ndjekjet artistike që ushqejnë shpirtin tuaj dhe lehtësojnë stresin. Mos harroni, ekuilibri është çelësi. Merrni pak kohë për kujdesin ndaj vetes për të rimbushur nivelet e energjisë. Me qëllim të fokusuar, mund ta kanalizoni intensitetin e sotëm në rezultate produktive që përputhen me aspiratat tuaja afatgjata. Demi, sot ofron një periudhë reflektimi dhe rikalibrimi. Yjet rreshtohen në një mënyrë që ju inkurajon të vlerësoni trajektoren tuaj aktuale, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Zhytja në vetanalizë mund të sjellë njohuri të vlefshme. Mos u shmangni nga vetmia, pasi mund të ofrojë qartësinë që ju nevojitet për vendime të vështira. Në frontin shoqëror, komunikimet janë të favorshme. Përdoreni këtë moment për të rregulluar çdo marrëdhënie të tendosur. Sharmi juaj natyror bën mrekulli. Prandaj angazhohuni në biseda që ushqejnë shpirtin tuaj dhe rrisin moralin tuaj. Financiarisht, një qasje konservatore është e mençur sot. Ruani burimet tuaja dhe rezistoni ndaj çdo blerje impulsive. Energjia në sektorin tuaj të karrierës është dinamike, duke lënë të kuptohet përparim ose një sipërmarrje të re të mundshme. Qëndroni të hapur ndaj mundësive, por sigurohuni që angazhimet të përputhen me vlerat tuaja thelbësore. Së fundmi, mos e nënvlerësoni fuqinë e relaksimit, pasi mund të jetë çelësi për të rimbushur shpirtin tuaj dhe për të rritur mirëqenien tuaj. Përqafojeni këtë ditë si një trampolin për rritjen e ardhshme. Binjakët. Dita e re shen një ndryshim në energjitë tuaja komunikuese, duke i sjellë thellësi ndër veprimeve tuaja. Bisedat sot ka të ngjarë të jenë më kuptimplote dhe të thella, duke ofruar një mundësi për të forcuar lidhjet. Nëse lindin keqkuptime, afrohuni atyre me takt për të shmangur përshkallëzimin. Profesionalisht mund të përjetoni një val idesh krijuese. Shënojini ato pasi ato mund të jenë thelbësore për projektet e ardhshme. Bashkëpunimet janë veçanërisht të favorizuara, duke ofruar një shans për të zgjeruar rrjetin tuaj dhe për të ndarë idetë tuaja inovative. Në frontin financiar, rivlerësoni buxhetin tuaj dhe prioritizoni kursimet, duke siguruar stabilitet. Mos u habitni nëse lindin shpenzime të papritura, qëndroni fleksibël. Emocionalisht, pranoni çdo tension themelor dhe kërkoni mënyra për të çliruar stresin, ndoshta përmes tubimeve shoqërore ose angazhimit në hobi që nxisin gëzimin. Sa i përket shëndetit, prioritizoni mirëqenien mendore dhe merrni në konsiderat aktivitete që nxisin vetëdijen dhe relaksimin. Ndërsa dita zhvillohet, përqafoni fleksibilitetin dhe përshtatshmërinë për të shfrytëzuar potencialin e plotë të energjive të kësaj dite. Gaforria. Ndikimet qiellore sot ju nxisin të përqendroheni në jetën tuaj në shtëpi dhe familjare. Mund të gjeni veten të tërhequr nga marrëdhëniet ushqyese dhe krijimi i një mjedisi harmonik. Merruni me çështje shtëpiake me kujdes dhe kreativitet, pasi energjia është e pjekur për të bërë ndryshime pozitive. Profesionalisht, një qasje e qëndrueshme ju ndihmon të përballoni sfidat. Shmangni nxitimin për të marrë vendime pa i konsideruar plotësisht. Mund të lindin mundësi për avancim, por durimi dhe aftësia dalluese janë thelbësore. Financiarisht, mbani një sy në shpenzimet tuaja dhe keni kujdes nga kënaqësitë që mund të prishin buxhetin tuaj. Klima emocionale sot është e qetë, por introspektive, duke ju inkurajuar të eksploroni të vërtetat e brendshme. Merrni kohë për të medituar ose për të angazhuar në aktivitete që pasurojnë shpirtin dhe sjellin vetmi dhe paqe. Në romancë, bisedat e përzemërta mund të thellojnë lidhjet, duke ju ndihmuar të lidheni me partnerin tuaj në një nivel të thellë. Përqafoni cenueshmërinë dhe ndershmërinë për të forcuar besimin. Balanconi natyrën tuaj ushqyese me kujdesin për veten për të siguruar që të ruani rezervat tuaja të energjisë. Luani. Dita e re ju kërkon të shprehni veten tuaj të shkëlqyer, por me një prekje vëmendjeje.
Kjo është dita e përsosur për të lejuar që leadershipi juaj natyror të shkëlqejë në aktivitetet e ekipit, pasi ka të ngjarë të frymëzoni të tjerët me entuziazmin dhe guximin tuaj. Profesionalisht mund të paraqitet një mundësi për të ngritur nivelin dhe për të udhëhequr. Kapeni atë me besim, por qëndroni të hapur për bashkëpunim, pasi puna në grup është thelbësore për suksesin sot. Financiarisht është e mençur të mbani nën kontroll shpenzimet, veçanërisht rreth ngjarjeve shoqërore, pasi mund të lindë tundimi për të shpenzuar shumë. Në marrëdhëniet personale, karizma juaj tërheq njerëzit drejt jush. Prandaj përdoreni këtë për të rregulluar marrëdhëniet nëse është e nevojshme ose për të thelluar lidhjet ekzistuese. Sidoqoftë, sigurohuni që të jeni gjithashtu duke dëgjuar, pasi komunikimi është një rrugë me dy drejtime. Ndjekjet krijuese janë gjithashtu të favorizuara. Kanalizoni energjinë tuaj në projekte që sjellin gëzim dhe përmbushje. Balanconi këtë me kohën personale për të reflektuar dhe për të rimbushur, duke u siguruar që të ruani harmoninë. Shfrytëzoni energjitë dinamike të sotme për të ndjekur ëndrat tuaja me qartësi. Virgjëresha. Ndikimet kozmike sot nxjerrin në pa vëmendje ndaj detajeve dhe aftësitë analitike. Është një ditë për të organizuar dhe përmirësuar aspektet personale dhe profesionale të jetës suaj. Përdoreni këtë kohë për të pastruar hapësirën dhe mendimet tuaja për një fokus dhe produktivitet më të mirë. Në punë, syri juaj i mprehtë për përmirësim do të tërheqë admirim. Megjithatë, shmangni të qeni tepër kritik ndaj vetes ose të tjerëve, pasi kjo mund të tendosë marrëdhënie. Financiarisht, është një ditë e favorshme për të rishikuar investimet dhe për të hartuar strategji për të ardhmen. Natyra juaj e kujdesshme do t'ju shpërblejë në planin afatgjat. Lidhjet romantike përfitojnë nga qasja juaj pragmatike sot. Tregoni vlerësim përmes gjesteve të menduara mirë. Emocionalisht jeni të qëndrueshëm, duke e bërë më të lehtë të lundroni në çdo luhatje me qetësi. Sa i përket shëndetit, inkurajohet vëmendja ndaj dietës dhe ushtrimeve. Miratoni ndryshime të vogla dhe të qëndrueshme për ndikim të qëndrueshëm. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë si mendjen ashtu edhe trupin. Energjitë e sotme mbështesin përpjekjet konstruktive, duke ju lejuar të vendosni një themel për sukses afatgjat dhe rritje personale. Peshorja. Lëvizjet qiellore të sotme theksojnë harmoninë dhe ekuilibrin në ndërveprimet tuaja. Yjet kërkojnë diplomaci dhe takt, veçanërisht në çështje të ndjeshme. Profesionalisht, kjo është një ditë e shkëlqyer për të negociuar kushte ose për të forcuar partneritetet, pasi qasja juaj e drejtë tërheq përgjigje pozitive. Financiarisht, tregoni kujdes me shpenzimet dhe përqendrohuni në ruajtjen e ekuilibrit në llogaritë tuaja. Marrëdhëniet marrin në qendër të vëmendjes dhe përpjekjet romantike lulëzojnë në mprekjen tuaj të butë. Përdorni sharmin dhe empatinë tuaj natyrore për të zgjidhur mosmarrveshjet ose për të thelluar lidhjet. Aktivitetet shoqërore stimulojnë intelektin dhe emocionet tuaja. Prandaj angazhohuni në biseda kuptimplote që zgjerojnë perspektivat tuaja. Në frontin e shëndetit, përfshirja e ekuilibrit në dietën dhe stilin e jetës tuaj do të forcojë vitalitetin tuaj. Ndjekjet shpirtërore ose hobi krijuese sjellin gëzim dhe qetësi, duke ofruar një moment paqeje mes një agjende të ngjeshur. Ndërsa dita zhvillohet, prioritizoni aktivitetet që rezonojnë me vlerat tuaja thelbësore. Përqafoni energjinë e sotme për të nxitur stabilitetin dhe paqen, si brenda ashtu edhe me të tjerët përreth jush. Akrepi. Dita e re ju nxit të zhyteni në misteret e jetës, pasi dhuratat tuaja intuitive janë rritur sot. Ky është një mundësi e shkëlqyer për vetëzbulim dhe transformim. Përqafoni thellësitë tuaja të brendshme dhe çdo talent të fshehur që del në pa. Profesionalisht besoni instinkteve tuaja, veçanërisht kur merreni me çështje komplekse. Zgjidhjet mund të vinë nga vende të papritura. Çështjet financiare kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm, pasi ndryshimet e mundshme mund të ndikojnë në sigurinë tuaj afatgjat. Marrëdhëniet përfitojnë nga fokusi dhe besnikëria juaj intensive, por sigurohuni që të komunikoni hapur për të shmangur keqkuptimet. Emocionalisht, ky intensitet mund t'ju shtyjë të kërkoni vetminë. Dëgjoni nevojat tuaja duke ruajtur një lidhje me të dashurit. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë e tepërt në ushtrime ose praktika meditative që ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Daljet krijuese janë shumë të favorizuara, duke ofruar një aratisje dhe një mjet për vetëshprehje. Ndërsa dita përparon, lejoni që pasionet tuaja t'ju udhëheqin, por qëndroni të vetëdijshëm për ekuilibrin, duke u siguruar që ndjekja juaj e pamëshirshme e dijes të mos bëhet e tepërt. Shigjetari.
Rregullimi qiellor i sotëm ju shtyn drejt kërkimit të njohurive dhe zgjerimit të horizonteve. Etja për aventura dhe përvoja të reja është e prekshme. Merrni në konsiderat planifikimin e një udhëtimi ose mësimin e diçkaje të re për të kënaqur këtë dëshirë. Në jetën tuaj profesionale, optimizmi mund të përkthehet në bashkëpunim entuziast, duke rritur dinamikën e ekipit dhe produktivitetin. Kini kujdes nga shpenzimet e tepërta, pasi joshja e blerjeve të reja mund të jetë joshëse. Në frontin personal, ndani idetë tuaja me të dashurit, duke inkurajuar dialogje të hapura që forcojnë lidhjet. Mbledhjet shoqërore ose diskutimet intelektuale janë shumë të dobishme, duke ofruar gëzim dhe depërtim. Balanconi këtë energji duke lënë mënjan kohë për introspeksion ose ndjekje shpirtërore që ju rilidhin me veten tuaj të brendshme. Fizikisht, eksploroni aktivitete që përzihen lëvizjen dhe vetëdijen, të tilla si yoga ose ecja në natyrë. Energjia e gjallë sotme mund të shfrytëzohet për të zgjeruar vizionin tuaj dhe për të lidhur veprimet tuaja me parimet tuaja. Përqafoni ndjenjën e mrekullisë në çdo përvojë, duke lënë kuriozitetin dhe mençurinë të udhëheqin rrugën tuaj. Britsjapi. Kozmosi ju këshillon të mbështeteni në vetvete duke mbetur fleksibël. Angazhimet profesionale mund të kërkojnë vëmendjen tuaj, duke ofruar sfida që kërkojnë këmbëngulje dhe të menduar strategji. Besoni në aftësitë tuaja për t'i kapërcyer këto dhe për t'i transformuar pengesat në trampolin. Financiarisht, rishikoni strategjit afatgjata dhe sigurohuni që planet të përputhen me qëllimet tuaja të jetës. Marrëdhëniet kërkojnë kujdes të kujdesshëm sot. Balanconi kërkesat e punës me kohën për të dashurit. Prakticiteti juaj është një aset. Megjithatë mos harroni të tregoni empati dhe mirëkuptim në ndërveprimet personale. Shfrytëzojeni këtë si një mundësi për të diskutuar aspiratat afatgjata me partnerin tuaj. Përqafoni aktivitete që nxisin relaksimin dhe rritjen personale, siç është meditimi ose leximi. Kushtimi i vëmendjes ndaj mirëqenies fizike është i rëndësishëm. Një ndryshim në rutinën ose zakonet dietike mund të rrisë energjinë tuaj. Ndërsa dita përparon, lejoni që stabiliteti i vlerave tuaja të brendshme t'ju udhëheqë. Përqafoni durimin dhe qëndrueshmërinë, duke ditur se përpjekjet tuaja hedhin themelet për suksesin dhe përmbushjen e ardhshme. Ujori. Energjitë e sotme nxisin inovacionin dhe bashkëpunimin. Ky është momenti juaj për të menduar jashtë kornizave, pasi idetë freskëta ka të ngjarë të rrjedhin me lehtësi. Në mjediset profesionale, shfrytëzoni perspektivat tuaja unike për të zgjidhur probleme komplekse ose për të filluar projekte pioniere. Kozmosi mbështet ndërveprime dinamike brenda ekipeve, duke nxitur unitetin dhe inkurajimin e ndërsjellë. Financiarisht, qëndroni vigjilent. Megjithse mundësitë mund të të ftojnë, kujdesi i duhur është etik përpara se të angazhoheni për investime. Në aspektin shoqëror, rilidhja me miqt ose grupet e komunitetit sjell gëzim të papritur dhe perspektiva të reja. Ndani mendime dhe njohuri, duke përqafuar dialogun që zgjeron horizontin tuaj. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat aktivitete që përputhen me nevojën tuaj për liri dhe shprehje, të tilla si vallëzimi ose punëtorit krijuese. Emocionalisht, balanconi vijën tuaj të pavarur me momente më të bazuara dhe introspektive. Angazhohuni në një praktik meditative ose ditar për të pastruar mendjen dhe për të rifreskuar shpirtin tuaj. Ndërsa dita zhvillohet, lejoni që fleksibiliteti dhe përshtatshmëria t'ju udhëheqin, duke mbajtur optimizmin tuaj të pasbehur. Peshqit. Dita e re ju frymëzon të zhyteni në ëndrat dhe imagjinatën tuaj. Intuita juaj është e rritur, duke ju udhëhequr në sferat personale dhe profesionale me empati dhe kreativitet. Besojini këtyre instinkteve pasi ato mund të çojnë në njohuri ose zgjidhje të vlefshme. Profesionalisht, idetë tuaja vizionare bien në sy, duke tërhequr vëmendjen e kolegëve dhe udhëheqësve. Përdoreni këtë energji për të avokuar për projekte që përputhen me vlerat tuaja. Financiarisht, ndaloni para shpenzimeve të rëndësishme. Merrni në konsiderat mënyra për të rritur kursimet për qetësi mendore në të ardhmen. Në marrëdhëniet personale, natyra juaj e dhëmshur forcon lidhjet. Sigurohuni që të praktikoni dëgjimin aktiv për të mbështetur plotësisht nevojat e të dashurve. Prirja juaj drejt ndjekjeve krijuese lulëzon, duke ju ftuar të shprehni emocionet tuaja përmes artit ose shkrimit. Balanconi këtë energji imagjinative me aktivitete themelore si frymëmarrja e thellë ose shëtitjet në natyrë. Aktivitetet e buta shëndetësore si yoga ndihmojnë në ruajtjen e paqes së brendshme. Përqafoni ndikimet kozmike të sotme për të kultivuar lidhje si me veten tuaj më të brendshme, ashtu edhe me ata që kanë më shumë rëndësi për ju.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.